Të nderuar miq, mirë se erdhët në episodin e 13 Takimet e UTA. Në 2 episodet e fundit, në episodin e 11 dhe të 12, neve kemi shpjeguar pensione suplementare për kategoritë të veçanta punonjësish, duke filluar që nga shtetarët ose funksionarët e lartë shtetëror për të vijuar më tej tek profesorët e universiteteve apo edhe ushtarakët. Në takimin e sotëm ne do të shpjegojmë çfarë parashikon ligji shqiptar për trajtimet e veçanta financiare dhe për pensionet shtesë për 3 kategori punonjësish, të cilët janë punonjësit e industrisë ushtarake, minatorët dhe naftëtarët. Nëse kjo temë përbën interes për ju, unë juftoj që të abonoheni në kanalin tim në YouTube të UTA Nunaj dhe të ndiqni videon e plot të episodit të 13 Takimet e UTA. Po çfarë parashikojnë ligji shqiptar për punonjësit që kanë punuar në industrinë ushtarake? Ligji në këtë rast për këtë kategori punonjësish ofron një trajtim të veçantë financiar. Dhe ky trajtim i veçantë në këtë rast ka 2 kushte. E para, ofrohet deri në periudhën që ky individ do të përfitojë ose do të gëzojë të drejtën për një pension pleqërie sipas ligjit për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, ose në këtë rast nëse ky individ nuk është ekonomikisht aktiv, që do thotë nuk është në marrëdhënie pune. Dhe vlera e trajtimit të veçantë financiar që individët që kanë punuar në industrinë ushtarake është jo më e madhe se 70% e pagës bazë vlerësuese, por jo më shumë në këtë rast se sa pensioni maksimal që parashikohej me ligj përpara vitit 2014. Nga ana tjetër, ligji sërish parashikon 2 elementë të cilët janë shumë ndihmues për këtë kategori punonjësish. E para, që kjo mbështetje financiare në këtë rast që akordohet, kjo mbështetje veçantë financiare që akordohet për këta punonjësish, indeksohet sipas të gjitha rregullave që indeksohet edhe pensioni i pleqërisë. Dhe e dyta në këtë rast, periudha përgjatë të cilës këta individ që kanë punuar në industrinë ushtarake përfitojnë një trajtim të veçantë financiar, do të njihet si periudhë sigurimi për efekt pensioni dhe kontributet për sigurime shoqërore mbulohen nga buxheti i shtetit. Pra të nderuar miq, në momentin që me vendim të Këshillit të Ministrëve janë mbyllur uzina dhe fabrikat e industrisë ushtarake, atëherë është përcaktuar në bazë ligjore se si do trajtohen punonjësit e këtyre ndërmarrjeve, të cilët në këtë rast kanë përfituar ose përfitojnë pikërisht të trajtimeve të veçanta financiare deri në momentin që ata gëzojnë një pension pleqërie. Kategoria e dytë e punonjësve, të cilët përfitojnë një trajtim të veçantë financiar, janë pikërisht minatorët. Të nderuar miq, në këtë episod neve nuk do të shpjegojmë pensionet e tyre, por do të shpjegojmë se cilat janë kriteret që ky grupim punonjësish të përfitojë një trajtim të veçantë financiar. Në rastin konkret janë 2 kritere bazë. E para në këtë rast lidhet me faktin që këta individ duhet të kenë një kohë pune të punuar nën tokë prej 11 vitesh e 6 muaj dhe njëkohësisht duhet të kenë një periudhë sigurimi prej 23 vitesh. Nga ana tjetër, këta individ që të përfitojnë një trajtim të veçantë financiar nuk të duhet të jenë në marrëdhënie ekonomike, qoftë edhe të vetëpunësuar në bujqësi. Pra të nderuar miq, minatorët, pra ky grupim individësh të cilët kanë pasur realisht një punë shumë të vështirë, mund të përfitojnë një trajtim të veçantë financiar vetëm në këtë rast nëse ata nuk janë në një marrëdhënie pune dhe njëkohësisht nëse kanë plotësuar kriteret e numrit të viteve të punës nën tokë. Nga ana tjetër, ky trajtim i veçantë në këtë rast, si edhe në rastin e individëve që punojnë në industrinë ushtarake, kanë ofruar ose ofron edhe disa elemente të tjerë të cilët janë pozitiv. Elementi i parë në këtë rast lidhet me periudhën në të cilën ata e përfitojnë të trajtim të veçantë. Periudha në të cilën ata përfitojnë trajtimin e veçantë financiar njihet si një periudhë sigurimi për efekt pensioni. Dhe kontributet për sigurimet shoqërore për këtë grupim derdhen nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, ky trajtim i veçantë financiar indeksohet siç indeksohen
edhe pensionet e pleqërisë. Pra, të nderuar miq, në këtë rast të gjithë ata individ minator të cilët nuk janë në marrëdhënie pune dhe përfitojnë nga ligji për të marrë këtë trajtim të veçantë financiar, kanë të mundshme ta përfitojnë këtë trajtim deri në momentin kur ata përfitojnë të drejtën ose gëzojnë të drejtën për të marrë një pension pleqërie në bazë të ligjit shqiptar për sigurimet shoqërore. Të nderuar miq, mbështetja e veçantë financiare që ofron ligji shqiptar për minatorët nuk është e vetmja mbështetje, pasi ligji shqiptar ofron edhe një mbështetje të dytë, por ku këta punonjës tashmë kanë dalë në pension. Pra të nderuar miq, për minatorët edhe për naftëtarët, ligji shqiptar parashikon një pension shtesë mbi pensionin e pleqërisë, por një pension shtesë edhe mbi pensionin e invaliditetit. Kështu, për punonjësit e tokës, ligji parashikon një pension shtesë në masën e 1% të pensionit të pleqërisë, ndërsa për punonjësit e industrisë të naftës dhe të gazit dhe njëkohësisht për punonjësit e metalurgjisë, ligji parashikon një shtesë prej 0.6% të masës së pensionit të pleqërisë. Dhe kushti në këtë rast që ta përfitojnë këtë shtesë është që këta individ do të duhet të kenë kryer minimalisht një periudhë 6 vjeçare në profesionet e tyre sipas përcaktimeve ligjore. Por neve thamë në këtë rast që këto grupime, minatorët dhe naftëtarët, përfitojnë një masë pensioni shtesë edhe për pensionin e invaliditetit dhe ligji përcakton në këtë rast që masa e përfitimit të pensionit shtesë do jetë sa 1% për çdo vit vjetërsie pune në profesionet që ato kanë realizuar në minierë, në nëntokë, në industrinë e gazit, të naftës apo edhe metalurgji. Dhe për efekt, për llogaritje për pensionin e invaliditetit, ligji përcakton në këtë rast edhe një kriter të dytë. Dhe do duhet në këtë rast që vjetërsia në punë e këtyre individëve të jetë e llogaritur respektivisht për ish-minatorët 12.5 vjet, ndërsa për naftëtarët dhe metalurgët parashikohet 20 vite. Pra të nderuar miq, në episodin e sotëm neve trajtuam 3 kategori punonjësish. Trajtuam ndihmën e veçantë financiare që u jepet individëve të cilët kanë punuar në industrinë ushtarake, njëkohësisht ndihma e veçantë që ofrohet për minatorët dhe pensioni shtesë që ofrohet po për minatorët, për edhe për naftëtarët. Pra në këtë mënyrë, të nderuar miq, neve kemi shpjeguar pensione suplementare për përfaqësuesit e individëve që kanë detyra të larta kushtetuese, për profesorët në universitete, por nga ana tjetër kemi shpjeguar edhe për pensionet suplementare për ushtarakët, për pilotët, për ushtarakët e nëndecëve, për të kaluar tek individët që përfitojnë pension shtesë si minatorët dhe naftëtarët dhe ata që përfitojnë mbështetjet veçantë financiare, që në këtë rast janë individët që kanë punuar në industrinë ushtarake apo edhe minatorët. Në këtë mënyrë neve kemi shpjeguar këto kategori përfituesisht. Ndaj, të nderuar miq, unë shpresoj shumë që me gjithë këtë informacion që neve kemi ndarë në këto 3 episodet tona, t'ju kemi dhënë juve një informacion të plot, por njëkohësisht edhe të nevojshëm për të kuptuar se si funksionon skema e pensioneve suplementare në Shqipëri, duke filluar që nga shtetarët për të vijuar më tej edhe tek minatorët dhe tek naftëtarët. Të nderuar miq, në pjesën e dytë të episodit të 13, takimet e UT në këndin me pyetje, do t'i përgjigjemi 3 pyetje. Pyetja e parë: cili është dallimi mes pensionit suplementar, pensionit shtesë dhe trajtimit të veçantë financiar? Të nderuar miq, përgjatë 3 episodeve tona të 11, të 12 dhe në episodin e sotëm të 13, neve kemi shpjeguar se çfarë parashikon ligji shqiptar për pensionin suplementare, për pensionin shtesë, por edhe për trajtimet e veçanta financiare. Por të treja këto janë 3 trajtime ose 3 në këtë rast mbështetje financiare të ndryshme dhe ofrohen për kategori të ndryshme punonjësish. Nëse ne do shpjegojmë se çfarë është një pension suplementar ose një pension shtesë, do të themi që në të dyja rastet kemi të bëjmë
me një vlerë shtese pensioni që akordohet një punojësi mbi pensionin e pleqërisë. Por ndryshimi mes tyre është i ndjeshëm. Kur neve flasim për pensionin suplementar, do thotë që është një pension i cili llogaritet mbi bazën e numrit të viteve që individët kanë kryer, për shembull, një detyrë kushtetuese që mund të jenë një shtetar, pra një president i Republikës, kryetari i Këshillit të Ministrave, deputetët, ministra, zëvendësministrat e merat, dhe ky pensioni suplementar është vetëm për numrin e vite, pra llogaritet vetëm mbi bazën e viteve që ato kanë ushtruar këtë detyrë kushtetuese, ose në rastin e profesorët e universitetit do thotë që ky pensioni suplementar llogaritet vetëm mbi bazën e viteve që ata kanë pasur një titull akademik, si është në rastin e profesorët ose profesorët asociuar. Pra, të nderuar miq, kur flasim për pensionin suplementar, do thotë që llogaritet për një periudhë të caktuar vitesh. Dhe kjo shumë që përfitohet nga pensioni suplementar, në këtë rast përfitohet plus pensionit të pleqërisë, ndërsa për flasim për pensionin shtesë, si në këtë rast ishte që neve kemi shpjeguar për naftëtarët dhe për minatorët, është një vlerë në këtë rast e cila jepet sërish mbi pensionin e pleqërisë, por në bazë të vjetërsisë së punës, pra totali i vjetërsisë së punës. Ndërsa, kur flasim për trajtim të veçantë financiar, në këtë rast dallimi më i rëndësishëm mes pensionit suplementar ose pensionit shtesë është fakti se ky trajtim i veçantë financiar, siç neve kemi shpjeguar, jepet deri në moshën e daljes në pension. Pra nuk jepet trajtimi veçantë pas daljes së moshës pension, dhe njëkohësisht është karakteristik që këto trajtimet e veçanta, periudha gjatë të cilës ata jepen, njihen edhe si periudhë sigurimi. Pyetja e dytë në këtë rast që parashtrohet është: a mund të bashkohen periudhat e punës në dy mënyra si një periudhë vetme sigurimi? Po, të nderuar miq, pasi në rastin konkret ligji parashikon në këtë rast periudhë vjetërsie të punuar nën tokë dhe pavarësisht nga miniera ose nga vendi i punës ku ata kanë ushtruar aktivitetin e tyre. Dhe pyetja e tretë që parashtrohet është: a përfiton shtesë mbi pension një naftëtar që ka punuar më pak se 6 vite në industrinë e naftës? Jo, të nderuar miq. Ligji shqiptar në këtë rast nuk parashikon një pension shtesë për individ në rastin e naftëtarit që ka më pak se 6 vite pune në sektorin e naftës ose të gazit, sepse ligji në këtë rast e ka vënë si një periudhë dysheme, dhe nëse nuk realizohet kjo periudhë pune në këtë profesion, atëherë ligji në këtë rast nuk të jep mundësinë që të njohi ose të japi mundësinë për një pension shtesë. Të nderuar miq, ky ishte episodi ynë për sot. Unë shpresoj shumë që episodi sotëm, si dhe 2 episodet e fundit, i 11 dhe i 12, ku ne kemi shpjeguar në detaje se si funksionon skema e pensionit suplementare, të pensioneve shtesë apo edhe të trajtimeve të veçanta financiare, ty kemi ndihmuar për të kuptuar në mënyrë më të plotë se si funksionon e gjithë ky proces ndihme për kategori të veçanta të punojësish në Republikën e Shqipërisë. Nëse keni pyetje apo doni të ndani përvoja personale me ne, unë inkurajoj të lini një koment dhe unë do t'i përgjigjem pyetjeve tuaja në momentin më të parë. Për të gjithë ju që ende nuk e keni bërë, unë ju rekomandoj që të abonoheni në kanalin tim në YouTube Teuta Nuna e Toçi në mënyrë që të ndiqni në kohë reale të gjithë informacione dhe njohuri që neve përcjellim përmes episodeve tona. Unë ju ftoj që të ndiqni kanalin tim në YouTube Teuta Nuna në mënyrë që dijet tuaja dhe njohuritë tuaja të jenë gjithmonë edhe më të plota dhe gjithçka që ne përcjellim nëpërmjet episodeve tona të bëhen të njohura për ju. Nëse kjo temë përbën një interes për ju dhe njëkohësisht nëse ju do të gjykoni që ka individ të afërm tuaj ose familjar tuaj të cilët përbën interes, unë inkurajoj të shpërndani këtë video në mënyrë që ata të njihen edhe më shumë mbi të drejtat që garanton ligji shqiptar për pensionet suplementare, për pensionin shtesë apo edhe për trajtimet e veçanta financiare. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, për të gjithë kohën që juve i dedikoni edhe i rezervoni episodeve tona. Uroj miru takofshim deri në takimin e radhës.